Odat ekonomike nuk janë kundër rritjes së pagës minimale, por nga oda ekonomike e maqedonisë veriperëndimore theksojnë se pjesa e kontributeve shtesë që lind nga rritja e pagave duhet të kompenzohet nga shteti ose të ndryshohet ligji që kontributet të mbeten të njëjta derisa të rritet paga. Jena për rroga minimale të rritet, me njëherë kena propozuar të rritet në 30.000 denar, kur ishte 20.000 ne propozuam 30.000. Po ne propozuam rritjen e rrogës minimale, me qenë se bëhet në mënyrë administrative. Do të thonë vjen propozimi niveleve ndryshme institucionale, atëherë ne kena kërkuar nga institucionet, po edhe nga vetë qeveria, për atë pjesë të cilën 30.000 dinar, vjen fjala 10.000 dinarëshin, të cilën e paguajmë plus, dojnë ata rritin. Ne e paguajmë punëtorëve si sektor privat. Ne pranojmë kja rritim, po edhe më shumë se 30.000. Po të merë obligime dhe shteti që kontributet për atë pjesë të rritjes të rrogës minimale, ta kompenzon shteti. Nga ana tjetër, Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi, në një deklaratë për Televizionin 21, tha se çndrimi i qeverisë është i qartë. Çdo vit në muajin mars do të ketë rritje të pagës minimale bazuar në të dhënat e institucioneve. Sipas Durmishit, qeveria është e gatshme të ndihmojë sektorin privat në rast se ata dëshirojnë të rrisin pagat në këtë sektor. Në muajin mars të vitit që vjen do të bëhet harmonizimi i pagës minimale dhe do e shohim se sa do të jetë. Parafarsisht i bie dikundit te prej 1.500 deri në 2.000 dinar të jetë më e lartë paga minimale vitin që vjen, por sidoqoftë do të presim që të përmbyllet viti kalendarik dhe të marrim të dhënat nga enti statistikor apo institucioni relevant që është në vendin tonë edhe të bëjmë publike para opinionit se sa do të jetë paga minimale. Në Maqedoni, për momentin, paga minimale është 24.400 dinar, ndërsa propozimet janë që rroga minimale në Maqedoni të jetë jo më pak se 30.000 dinar. Një rritje e tillë sipas Ministrisë së Ekonomisë mund të shkaktojë inflacion dhe sektorin privat ta fusë në krizë financiare.